jemi sot në një situatë më kritike se asnjëherë tjetër. E keqja më e madhe e njeriut, për njeriu dhe shoqërinë, është ajo e cila gradualisht pushton qenjen tënde apo pushton shoqërinë. Dhe vërteta është se këto 12 vite, e po bëhet viti 13, në një aspekt, shqiptarët dhe Shqipëria s'kan patur kur një të keqe si kjo. Në kuptimin, nuk po them të çfarosjes, por në kuptimin e zbrazjes, boshatisjes së këtij vendi të bekuar, më shumë, se në çdo kohë tjetër, që nga vitet 1300, vitet e mortajës së zezë, që përgjysmon Europën. Miq, ne vim sot si një komb pa të ardhme. Realisht, nuk ka të ardhme kombi që mplaket me shpejtësi të madhe. Nuk ka të ardhme kombi që humbet rinin me shpejtësi të rrufeshme. Unë do t'u jap vetëm 2 shifra. Nga viti 1990, gjerë sot, lidhjet në Shqipëri janë ullur 74%. Kjo qeveri ka vjedhë në mënyrën më të papërmbajtur, ka vjedhë në mënyrën më të pakufishme pasuritë tuaja. Taksat që ju paguani në çdo gotë ujë që pini. Ka vjedhë në mënyrën më të pakufishme pasuritë tuaja publike. Vetëm porti i Durrësit, me që e kemi këtu afër, ka një vlerë për rreth 4 miliardë euro, me trull dhe me të gjitha. Ç'po ndodh me portin e Durrësit? Portin e Durrësit si port, prej 5 vitesh e kanë troprinët. Portin e peshkatarëve që e ndërtuan me parat tuaja, me taksat tuaja, e mori Luca, një trafikant që ndiqej nga 5 shtete për trafik. Po, bashkë me një beu, se shquot, Dorian Beu, pëse si e ka emrin, e ndërton shteti, u jipet trafikant dhe merren e tani dhe portin e peshkimit. Portet me radhë. 6 milion metër katror balozve të drogës. Investimet. 90% e investimeve zhduken dhe nuk kryhen. Po çfarë do thot kjo? Kjo do thot vendi shkatrohet. Po tjetër, kjo do thot që ato para të përcaktuara për investime, ato nuk krijojnë punësim, nuk prodhojnë vende pune, ato përfundojnë në kontot e qeveritarëve. Zëvendës kryeministria është kapur në flagrancë me vjedhje, filloi me 50 milion e tunelit Llogaras, pa ishte asgjë çfarë erdhën të tjera. Që të gjitha në bashkëpunim me Edi Ramën. Tani këta kriminal, se çdo epitet meritojnë,
Këta na thonë se do bëjmë ligjin për të mbrojtur ata për vjedhje që kanë bërë. Këta guxojnë si askund në botë, në vend se të paraqiten para drejtësisë. Tani na thonë jo. Do vjedhim sa të mundemi. Nuk ka provokim më të rëndë. Nuk ka akt më të ulët. Meritojnë çdo përgjigje. Nuk ka akt më armiqësor. Kur një kryeministër nuk ka dalë të thotë tani me ligj, unë nuk lejoj këtë veprim apo atë veprim të drejtësisë. Asnjë zgjidhje s'ka përveç forcës sonë. O sot o kur, ne duhet përballemi gjerënërzimin e kësaj qeverie. Nuk ka ndodhur kur. Miq, ne erëzuam një diktaturë, dhe nuk ka patur diktaturë më mizore. Po ja u them këtu. Me mirat pushkatur, me 10 mirat intërnur. Por përsa i përket vjedhjes, sa që kanë vjedhë 3 drejtorët e Bashkisë Tiranës, të marrish të gjitha vjedhjet e byros politike me nënkryer Enver Hoxhën për 46 vjet, janë më shumë të drejtorëve. Po, ja ku e ka shtëpina ai që ndërtoi, 3 kata, 4 kate sa është shtëpia, nuk e regjistrojnë emër ti, që mund ta regjistrojnë të 20 herë, jo, e regjistrojnë në emër të shtetit. Nuk ja u la fëmijëve të ti, jo, e ndërtojnë me para shtetit. Kishin lehtësira, po gjithë lehtësirat e tyre të dashur miq, të marra së bashku, nuk bëjnë sa hoteli, 20 kafsh në qelq i drejtorëve të Tiranës. Sa kot qëndrojnë në karrige dhe ai nuk jep dorëheqjen. Ai qëndron si kufon politike. Është në detyrimin tonë madhor ta largojmë 1 minutë më parë. Miq, 2 javë të fundit, kërkesa ultimative, largo Lubi Ballukun, hiqi imunitetin dhe të shkoj atje ku e ka vendin. Jo, së është vetë. A mund të imagjinoni ju një njeri që bën, që depersonalizohet në shkallë ekstreme, vetëm se si të mund të bindë njeri se Lubi Balluku është ndershme, është korrekte. Dhe çdo fjalë që thot, ata që e ndigjojnë e kuptojnë që ky është vetë Lubi Balluku. Se Lubia është thjesht një shërptor e tij që ka zbatuar urdhrat.